Ndërsa administrata Trump vazhdon të kërkojë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, një marrëveshje që mund të përfundojë të jetë më e favorshme për Moskën se sa për Kievin, evropianët për herë të parë në dekada po fokusohen në fuqinë e tyre ushtarake. Askund ky ndryshim nuk është aq i dukshëm sa në Gjermani. Forcat e saj të armatosura të njohura si Bundeswehr kanë qenë viktime viteve të mungesës së investimeve, por kjo do të ndryshojë. Kancelari në pritje Friedrich Merz ka vendosur se tani është momenti që Gjermania të investojë në ushtrinë e saj, në nivele që nuk janë parë që ndaj lufta e ftohtë. Gjermania sapo ka miratuar një reformë të madhe për frenimin e saj të borxhit kushtetues, duke zhbllokuar miliarda euro financime. Një model i ndarë me CNN sugjeroi se gjatë një periudhe 10 vjeçare, Gjermania do të shpenzojë 3.5% të produktit të brendshëm bruto, që mund të arrijë 600 miliardë euro për ushtrinë. CNN ka shoqëruar trupat e Bundeswehrit në stërvitje bashkë me aleatët e NATO-s. U simulua në këtë stërvitje një sulm nga një kundërshtar i huaj ndaj një antari tjetër të aleancës. Duke folur në terrenin e stërvitjes, Ralf Hammerstein, general brigadi i trupave gjermane, thotë: Gjermania është një kombi mjaft në Evropë dhe duhet të jetë një partner për kombet e tjera. Ne jemi një partner i përgjegjshëm në Evropë dhe një kombi madh. Ne duhet të rritemi dhe do të bëjmë këtë. Pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës në shkurt të 2022 ishte një moment sismik për kontinentin. Lufta u kthye në tokë evropiane dhe qetësia që kishte ekzistuar që ndërrënia e perdës së hekur kishte marrë fund.